Drejtën tash zbon me... Jepi shkurt se mbyllemi. Po kemi diskutu gjatë, domethënë. Kosova ka nevojë për qeveri qëndrueshme, mandat plot. Pse e thon këto, ju i dini për shkak edhe këtu dominante do të jetë interferimi ose çush më thon, këshilla e mjetëve tonë. Dora amerikane. Amerika. Pa Amerikë, qeveritë Kosovës nuk qëndron. Harone. Ma do me që fshine me njerë. Një përjashtim ka qenë, pra. Cili? Që kjo qeveri që shkoj 4 vjetë. Problemi është që kjo qeveri ka qenë e ka shfrytzu tranzicionin në shpinë e bardhë. 4 vjetë? Sepse në gusht të vitit kalum, që ky miku jëtë i dashtun, Benjamin jëtë që janë kryeministër sot i Kosovës, ka shku dhe i ka hinë në setull PDK-s me ra qeveria edhe me shku në zgjedhje. Ta shkane pota edhe ky ka qenë, lutem, tash ndëgjo. Problemi është që qeveria PDK, VV PDK në vërtet, se VV-ja është e para, ka fitu zgjedhjet, kish me kriju Kosovë stabilitet. Unë e mendoj, kjo mendimi jami. Këta e kanë ngull qyken binovit, që zdojnë me PDK-n, normalen është problemi tyne. Po ashtu me LDK-n, mundet më boni qeveri kogjo stabile. Normalen, qeveri e mirë, sepse e korrigjojnë njona tjetën për arsyet praktikave që i kanë dëshmu. Për arsyet se këto janë parti me gjithat qandrës djatë. E nuk e lonë ato me shkep ndihma që a i thot shtesa, se ato janë ilegale, s'janë legale. Ato e bëhen për vot, me ble votën e shqiptarëve që janë mjerim. Dhe e fundit, që në Zbetin Spahive dhe plot analistë menojnë që e bon me Fatmir Limen, është qeveria ma jo kredibile dhe ma e pa qëndrueshme që mund me ndodhë Kosovës. Me Fatmir Limen? Absolutisht. Për shkak të